Edhe një herë dhe shumë herë duhet të urojmë Kosovën për zgjedhjet model që ka zhvilluar. Ndaj dhe në vlerësimin që bënte një institut shumë prestigjioz, qeverisja e Kosovë dilte 3 herë më afër qeverisjes demokratike europiane se sa Shqipëria. 3 herë më afër. Qeverisja e një vendi që ka 7-18 vite pavarësi, krahasuar me një vend që ka 100 sa vite pavarësi. Ishte tregues jashtëzakonisht domethënës. Qytetarët e Kosovës votuan të lirë. Zgjodhen kryetarët që deshën. Pati komuna në cilët fituan krejtësisht të pavarur, vetëm me emrin dhe personalitetin e tyre, në rivalitet me partitë e mëdha. Dhe gjithë çka u zhvillua në standardet e ligjit, e kundërta e asaj që ndodh me zgjedhjet në Shqipëri. E kundërta e asaj që ndodh me zgjedhjet në Shqipëri. Ku narkoshteti dikton çdo gjë, ku bën përpjekje titanike për të legjitimuar farsën elektorale, dhe që është përgjegjësia jonë më madhore për të ngritur dhe luftuar kundër saj. Kjo është mesazhi i Kosovës, është i kushtrim për ne. Është i kushtrim. Unë duhet i përgëzoj edhe një herë, me gjithë zemër, edhe në emër tuaj e në emër të gjithë atyre që përfaqësojnë, për këtë sukses, i cili është i kushtrim për çdo shqiptar.